Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët. Atëherë, si fillim unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejta çdo javë. Është një ditën e hënë dhe një ditën e premte. Ditën e hënë e kam në lidhje me ciklin e hënës ose me pyetje përgjigje. Sot është në lidhje me hënën e plotë që do të jetë tek shenja e Luanit. Ndërkohë që ditën e premte përmendjes bëj lidhje të drejtë për drejtë për parashikimin javor. Tek të gjitha lidhjet që bëj për ciklet specifike, atëherë flas në fillim për ndikimet e përgjithshme, pastaj kaloj tek të gjitha shenjat me radhë. Përveç këtyre kam edhe parashikime ditore. Tashmë kam filluar që ti bëj vetëm ditët që shikoj të arsyeshme, sepse mendoj që kam pak zhurmë në këtë mënyrë, pra duke qenë se jepja shumë më tepër informacion se çfarë nevojite, atë kuptova dhe silloj e paksova. Ndërkohë që për te këtyre që janë shërbimet e mia pa pagesë, që janë për publikun, pra kam edhe shërbimet personale, konsult personale, të cilat përfshin analizën e hartës, mund të gjejmë orën e saktë të lindjes, si edhe ascendentin, duke qenë se është i bazuar tek ai. Dhe mund të bëjmë edhe analizën e lidhjes ose edhe parashikimin për të ardhmen. Atëherë, hëna e plot tek shenja e Luanit është në datën 1 shkurt, do të jetë në orën 23:09, pra do të jetë pothuajse në mesnatë. Si rrjedhoj, ndikimet do të ndiejmë shumë herë më tepër gjatë ditës së diel dhe gjatë ditës së hënë. Është një hënë e plot e cila ka një fuqi vërtet shumë të madhe, duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenja e ujorit. Specifikisht kemi ndikime të kolektivit në këtë rast. Këtu do me thënë që ne vetë si shoqëri prekemi vërtet shumë. E përmenda pak sot, kur isha tek A2 CNN, që tash kemi ndryshimin komplet të strukturës ose të udhëheqjes, për mënyrë se udhëheqjes. Dhe kjo do të filloj që të vihet re me njëherë pothuajse që nesër, duke qenë se ndikimet e hënës së plot fillojmë që të ndiejmë që më përpara, pra pothuajse një javë përpara kemi filluar që të ndiejmë gradualisht tashmë. Është një hënë e plot e cila do të ketë shumë vendosje tek shenja ujore, siç e thash, por hëna do të jetë e vendosur tek shenja e Luanit. Shenja e Luanit, karakterin kryesor, cilësinë kryesore e ka egon, e cila në qoftë se nuk përdoret ashtu siç duhet, detyrimisht mund të na prish vërtet shumë punë. Kjo do të thotë që mund të kemi ngatresa ose disbalanca në marrëdhëniet me njëri tjetrin. Në të njëjtën kohë mund të kemi edhe një disbalancë në mënyrën se si ne trajtojmë veten tonë, trupin tonë, po ashtu edhe shoqërinë, çdo gjë që na rrethon, në të rastet dhe natyrën. Në këto momente natyra është vërtet shumë e prekur, duke qenë se kemi një moment i cili edhe ajo është në mbylljen e një cikli, fillim në një cikli të ri, si edhe kemi një trysni vërtet shumë të madh edhe këtu. Tematika kryesore për këtë arsye është balanca e kësaj hëne të plot, duke qenë se është vërtet shumë e vështirë për të mbajtur. Siç e thash, pika ku preket më tepër është egoja tek individi, tek njeriu, pra, dhe si rrjedhoj fal kësaj ose nëpërmjet kësaj mund të dalin edhe probleme. Kjo hënë e plot do të jetë e vendosur në një yll fiks i cili shkakton vërtet shumë probleme. Pra hëna do të jetë e vendosur tek një yll fiks tek shenja e Luanit, i cili shkakton vërtet shumë probleme. Shkakton vërtet rënime të dukshme, sepse bien pre ego, se kemi shumë të thjeshtë ta bëjmë këtë. Po e them në këtë mënyrë, mund të kemi probleme të rëndësishme në shoqëri, të përmenda pak përpara. Këto mund të vinë si rrjedhoj e paaftësisë tonë për të parë realitetin në sy. Mund të kemi probleme, dëmtime, sepse do të jemi vërtet shumë impulsiv, mund të reagojmë në situata të cilat do të jemi të qetë, mund të marrim mendime të nxituara dhe si rrjedhoj të gjitha këto mund të na shpjejnë edhe në dhunë. E kemi vënë re që kemi pasur një rritje vërtet shumë të madhe dhe të dhunës ose të agresionit në këto momente. Kemi pasur protesta në të gjithë botën, nuk është e vlefshme vetëm në Shqipëri, është e vlefshme vërtet në të gjithë botën, sepse në këto momente po zgjen. Jemi në prag të ndryshimit, pra, dhe gjithmonë në prag të ndryshimit vëmë re kriza të tilla. Është pak a shumë dhimbjet përpara lindjes, dhe si gjithmonë ky është momenti dhe më i errët.
si për njerëzimin, po ashtu edhe për shoqërinë, pra që po jetojmë në këto momente. Nga këto mund të vijnë re probleme të dukshme me syt, vërtet me shikimin, mund të kemi dëmtime, në qoftë se kjo dhunë është e vazhdueshme, personat të cilët marrin pjesë në këto demonstrata ose në situatat të tilla, mund të kemi dëmtime të dukshme tek pjesa e fytyrës dhe ajo e kokës. Të gjitha këto mund të shkaktojnë edhe dëme të pashërueshme edhe tek pjesa e kokës dhe e trurit, cilë kjo është edhe diçka që mund të preke në kuptimin figurativ, pjesa e trurit, duke qenë se në këto momente mund të bien pre shumë herë më tepër e manipulimit dhe mund të mos kemi më aftësi që të përdorim intelektin ton, trurin ton ashtu siç duhet. Kjo është edhe arsye që në këto momente të jemi të vetëdijshëm, të marrim të gjitha vendimet me qetësi dhe të jemi të kujdesshëm ku ndrejt gjithçkaje dhe gjithkujt ka shumë rëndësi në përgjithësi. Ndërkohë që dielli është i vendosur tek shenja e ujorit dhe do të jetë në takim edhe me të tre planetet personal, që është Marsi, kemi Mërkurin dhe Venusin. Të tre këto planete personal, së bashku me diellin 4 do të jenë të vendosur tek shenja e ujorit. Si rrjedhoj, kjo është edhe tema kryesore që po shqyrtohet në këto momente. Pra, shoqëria, marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin dhe si rrjedhoj. Duke qenë se Marsi është i vendosur këtu dhe Marsi kur është i vendosur tek shenja e ujorit, do të thotë veprime vërtet shumë impulsive. Kemi protesta shumë të mëdha edhe sepse në këto momente durimi është i sosur. Kjo jo vetëm sepse kemi pasur situata të vështira, por edhe sepse kemi të vështirë që të kryejmë balans, që të vëzhgojmë se si mund të kryhet balanca, më të themi, dhe në vend që të mendohemi, reagojmë. Kjo është edhe arsye që thash përpara mund të kemi vështirësi për të përdorur trurin ton, logjikën ton ashtu siç duhet. Mund të kemi mungesë të vetë kontrollit, si rrjedhoj, madje mund të kemi edhe shtimin e vartësive, përtej atyre që thash që mund të kemi shtimin e dhunës, mund të kemi edhe shtimin e vartësive. Si rrjedhoj, edhe këto mund të ndikojnë në biologjinë ose në kimin e trurit dhe të kemi edhe dëmtimet të cilat do të jenë permanente. Këto mund ta vëmë re më tepër tek adoleshentët. Si rrjedhoj, do të këshilloja me ngujmë që në këto momente të jemi vërtet shumë të kujdesshëm ndaj fëmijëve tanë. Çdo gjë që deri në këto momente mund ta kemi anashkaluar, ka ardhur koha që ta kontrollojmë. Këtu është e vlefshme çdo gjë që ata konsumojnë. Dhe këtu nuk do të thotë thjesht ushqimi, nuk do të thonë thjesht ajo çfarë konsumojnë, pra që marrin nga goja, do të thotë edhe konsumi digjital, sepse duke qenë se i kemi të aktivizuar në mënyrë të dukshme shenjën e ujorit, edhe teknologjia është vërtet shumë e vlefshme. Pak më tepër që Marsi këtu na manipulon në mënyrë të dukshme. Shtimi edhe i vartësive do të thotë që mund të kemi përdorimin në masë të inteligjencës artificiale, të teknologjisë në mënyrë të dëmshme. Prandaj dhe përipërsisht, duke qenë se adoleshentët janë ata që preken më tepër, do të këshilloj që të jemi edhe më të vëmendshëm. Normalisht këtu ndikojnë edhe fëmijët, edhe për ata do të jemi shumë të vëmendshëm. Një ndikime më të rëndësishme që kishte kjo hënë plot është edhe dhimbja që ndihet nga trusnia dhe padrejtësisë që ndodhen në këto momente në shoqëri. Duke qenë se kemi disbalancim të dukshëm të asaj çfarë është e drejtë, dhe për asaj çfarë ne duhet të përjetojmë që të marrim, dhe asaj çfarë jepet në të vërtetë, pra sistemi në këto momente është vërtet i kalbur, si rrjedhoj edhe ne këtë e ndiejmë. Kjo mund të na shpier, ose më të them të shpier disa persona, të cilët në të vërtetë janë persona që kanë virtyte, janë persona të cilët respektohen nga shoqëria, të kenë shpërthime dhe madje edhe të shndrohen pak a shumë edhe në persona që janë dëshkues. Kjo do të vijë si rrjedhoj edhe i dhimbjes së madhe që ata mund të ndiejnë për një arsye ose për një tjetër, por duke qenë se siç e përmenda pak përpara, është edhe janë adoleshentë ose fëmijët tanë janë shumë të prekur, kjo mund të jetë një nga temat më të rëndësishme. Duke qenë se dhuna në këto momente në botë është shumë e shtuar, që se i përmbledhim të gjitha këto, shpërdorimi i fuqisë nga personat të cilët kanë një farë autoriteti ose kanë një farë fuqie në duart e tyre, mund të na shpier edhe në kryengritje ose më them në shndërimin e disa personave të cilat janë persona që respektohen, në shndërimin e tyre në individ të cilët mund të bëhen problematik tashmë për shoqërinë. Si rrjedhoj, kjo është një nga momentet më kritike që ne kemi përjetuar.
Është një hap shumë i rëndësishëm që kemi për të hedhur përpara. Gjithsesi, duhet jemi të gjithë shumë të kujdesshëm në qoftë se vëmë re simptoma të tilla ose sinjale nga persona që i njohim, i respektojmë, do t'i këshilloj që të gjendemi pranë sepse është momenti që të gjendemi vërtet shumë pranë njëri tjetrit. Pse e them këtë? Duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenja e ujorit. Kjo do të thotë që shoqëria, ne vetë, kolektivi është shumë i prekur. Sa ndikojmë negativisht, aq dhe kemi fuqinë që ta përkthejmë këto, se ta shndrojmë në diçka pozitive. Është komplet në dorën tonë. Nëse ne gjendemi pranë njëri tjetrit, atëherë kemi dhe aftësi që ta shndrojmë komplet këtë situatë në favorin tonë. Një ndër ndikimet më të rëndësishme që kemi në këto momente është edhe mënyra se si i logjikojmë. Gjithçka do të ndryshojë, pra do të ndryshojnë komplet balancat që janë aktualisht në shoqëri, si rreth dhe ne do të jemi të detyruar që të pyesim, të bëjmë disa pyetje që deri në këtë moment mund të jemi shmangur. Si për shembull, ne në këto momente po luftojmë për të mbijetuar pak a shumë dhe po bëjmë disa zgjedhje, të cilat mendojmë se jemi të detyruar që t'i bëjmë. Po a jemi vërtet të detyruar që të bëjmë këto zgjedhje? Sepse ne janë vënë dy gjëra përpara, nuk jemi të detyruar që të zgjedhim patjetër një prej tyre, mund të mos zgjedhim asnjë. Madje mund të kryejmë edhe zgjedhjen tonë. Kjo është diçka që duhet fillojmë që ta mendojmë tashmë. Por në mënyrë që ta mendojmë këtë, duhet të mbështesim njëri tjetrin, sepse në momentin që ne nuk kemi mbështetje nga njëri tjetri, detyrimisht do të jemi të detyruar që të vazhdojmë në të njëjtin cikël. Ky është një nga ndikimet më të rëndësishme që ka kjo hënë e plot. Ndërkohë që për sa i përket Shqipërisë, ishte një ndikim shumë i fuqishëm, prandaj dhe dua që të ndaloj pak më tepër këtu. Në Shqipëri kemi ndryshime të shumta brenda konstrukteve të familjes, sepse kjo është edhe më tepër e prekur. Këtu do të kemi dëmtime të dukshme në marrëdhëniet familjare, sidomos marrëdhëniet që kemi midis vëllezërve dhe motrave, dhe për të rregulluar ato, në thonjza mund të kemi edhe ndërhyrjen e të rriturve, të cilat mund të shkaktojnë edhe dëme më të mëdha. Në Shqipëri kemi mbylljen ose vdekjen komplet të një cikli dhe fillimin e një cikli të ri, i cili mund duket pak problematik si fillim. Prandaj edhe ne duhet jemi vërtet shumë të vetëdijshëm në marrëdhëniet tona personale. Po ripërsëris janë marrëdhëniet familjare ato që janë më tepër të ndikuara dhe mbi të gjitha në këto momente ato çfarë kemi të kalbur, gjë që nuk funksionojnë, gjë të cilat i kanë qenë cikle karmike që ne kemi trashëguar që nga brezat tërmeral, do t'i këshilloja që t'i rishikonim edhe njëherë dhe të fillonim të ndërtonim marrëdhënie shumë më të shëndetshme me njëri tjetrin. Deri në këto momente mund të kemi pasur një disbalancim vërtet shumë të madh, mund të kemi përdorur njëri tjetrin në momente ku duhet ta mbështesnim, si rrjedhoj besimi që ne kemi brenda Shqipërisë kundrejt njëri tjetrit është shumë i ulët. Dhe kjo është diçka që në këto momente kemi mundësi që ta ndryshojmë. Por në qoftë se nuk e bëjmë, do të ndodhi komplet e kundërta, kalbëzimi edhe i mëtutje i shoqërisë tonë dhe si rrjedhoj, mund të kemi zhvendosje edhe më të mëdha. Dhe kam thënë shumë shpesh që në Shqipëri kemi zhvendosje. Por ky është momenti kritik, sepse duhet që të vendosim nëse këto zhvendosje do të jenë që do të kemi vazhdimin e dalje jashtë shtetit, apo do të fillojmë tashmë që të kemi rikthimin në Shqipëri. Në momentin që ne e bëjmë, vazhdojmë që ta kemi Shqipërinë, pra vendin tonë, shoqërinë tonë, një vend toksik, është e pamundur që të lulëzojë. Por, në qoftë se ne e kthejmë në një vend të begat, të favorshëm për të pasur lulëzimin e dur, atëherë detyrimisht do të kemi edhe një rritje vërtet shumë të madhe. Ajo çfarë dua të këshilloj është diçka që unë miqve të mi u them shumë shpesh dhe dua ta përsëris edhe tani këtu. Ka sukses gjithmonë për të gjithë. Madje në qoftë se ne në shoqëri, kemi shoqëri e cila mbështet njëri tjetrin, të gjithë do të jemi shumë herë më të suksesshëm. Dhe kjo është ajo çfarë ne duhet të bëjmë tashmë në këto momente brenda trojeve shqiptare. Është një hënë e plot vërtet shumë e rëndësishme sepse po ndodh mbi Plutonin ton. Si rrjedhoj, vërtet që është shumë e prekur gjithçka. Është e prekur edhe mënyra se si ne e trajtojmë njëri tjetrin, është i prekur edhe të ardhurat tona materiale, është e prekur komplet shoqëria jonë dhe madje janë të prekura edhe tokat bujqësore që e kam përmendur edhe një herë. Sepse kjo hënë e plot do të prek pikërisht edhe ciklin i cili ka pas ndikuar edhe në shpërndarjen e tokave pas komunizmit. Madje është një cikël i cili ka prekur edhe shpërndarjen e tokave ose më themi rregullimin e legjislacionit që ka qenë në lidhje përsëri me tokat në vitin 2008.
është një moment shumë i rëndësishëm historik për Shqipërinë, do t'i këshilloja me ngojmë që ta përdorim ashtu siç duhet me logjik, pra, në qoftë se nuk duam që të futemi në rrugë që janë pa kthim. Për sa i përket administratave, kemi zhvendosje të shumta, kemi ndryshimin komplet të administratave, nëse janë për mirë apo për keq, janë komplet në vartësi të asaj çfarë thash pak më përpara. Çfarë do të them me këtë? Në qoftë se ne vazhdojmë që me të njëjtin cikël të krijojmë situata toksike brenda administratave, sidomos ato që janë shtetërore dhe brenda bashkive, detyrimisht që i njëjti kalbëzim do të vazhdojë që të rrënjësohet dhe si rrethoj do ta kemi të gjithë shumë herë më të vështirë si shoqëri. Por në qoftë se fillojmë që të mbështesim njëri tjetrin, do ta kemi shumë herë më të thjeshtë për të tejkaluar edhe për të zgjedhur një rrugë të re, e cila është më e shëndetshme për të gjithë ne. Këto ishin ndikimet që kemi tek shoqëria. Për sa i përket ndikimeve që kemi në natyrë, ndikimet në natyrë, siç mund ta keni vënë edhe ju, kemi dy skaje, ose kemi përmbytje ose kemi shpërthime zjarresh, dhe këto do të jetë aktive edhe gjatë sehanit të plot, duke qenë se hana do të jetë vendosur tek një shenjë zjarri, detyrimisht zjarri është shumë aktiv. Madje dy elementet të cilat janë shumë dominante gjatë sehanit të plot janë pikërisht zjarri dhe ajri. Për këtë arsye do të kemi edhe zhvillime shumë të mëdha në lidhje me teknologjinë, por këto zhvillime nuk mund të them që kësaj radhe janë shumë pozitive, duke qenë se janë në përgjithësi nën manipulimin ose nën përdorimin e interesit të disa personave të caktuar. Si rrjedhoj, çdo gjë që ne përdorim në këto momente, duhet të jemi vërtet shumë të vetëdijshëm. Këshillimi do të ishte që të gjitha dokumentave të cilat i kemi virtuale të bënin pak një kopje dhe të mos në qoftë se kemi mundësi, më mirë të themi, çdo gjë ta bëjmë me shkrim, sepse ky është një moment vërtet shumë delikat dhe mund të humbasim vërtet shumë. Ndërkohë që duke qenë se jemi tek shenja ujore dhe shenja ujore ka tematikën më të rëndësishme, derdhjen e ujit nga qielli. Kjo është edhe një nga temat më të rëndësishme, prandaj dhe kemi pasur shumë shira dhe do të vazhdojmë që të kemi shira deri në datën 14 shkurt. Duke qenë se deri në atë datë do të kemi edhe Saturnin të vendosur tek shenja e Peshqve. Për fat të mirë, fati i mirë është ky që Saturni është i vendosur gjatë sehanit të plot tek grada 28 ose më themi te grada e 29 e shenjës së ujorit, si rrjedhoj, nuk është grada e fundit, pra. Duke qenë se nuk është grada e fundit, nuk kemi kriza, ose nëse kemi të aftësi që t'i zgjidhim. Kjo do të për ne, si shqiptar, është diçka shumë pozitive dhe në Ballkan në përgjithësi diçka pozitive, sepse do të thotë që nuk kemi tërmete, ose nëse kemi aq të ulta, pra sa nuk është të ndikohemi, është diçka vërtet shumë e rëndësishme, sepse Shqipëria është vërtet shumë e prekur në këtë periudhë. Por, duke qenë se jemi në një periudhë ku preken shumë lumenjt, kjo do të thotë që dhe me mbushjen nga ujërat e shirave që po bien në këto momente, kjo do të thotë që përmbytjet mund të jenë vazhdojnë që të jenë aktive, si rrjedhoj shkarjet e tokës, vazhdojnë që të jenë aktive. Kjo është edhe arsye që të gjithëve, si gjithmonë, do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm, në qoftë se keni një shtëpi e cila e dini që mund të përmbajë një rrezik, ose jeni në një zonë e cila përmbytet shumë shpesh, do t'i këshilloj që të merrni masa në bazë të kësaj. Ka shumë mënyra detyrimisht të përforcojmë themelet e të tjerë. Do t'i këshilloja me ngulm që ta bënim këtë së gjë, sepse ky është një ndër momentet më të rëndësishme. Një ndër gjërat më të rëndësishme që mund të bëjmë në këto momente është që ta akumulojmë edhe ujin, gjithë ky ujë i shirave, ndërkohë që po na ikën dëm sepse po përmbytemi, sepse ne nuk kemi infrastrukturë ashtu siç duhet në Shqipëri, do të këshilloj që në farë mënyrë ta akumuloni pra të bënim depozita e të tjerë. Kjo është diçka që do të na nevojitet më vonë, sepse me kalim edhe të Saturnit tek shenja e Dashit, do të fillojmë që të kemi temperatura më të larta, madje gradualisht do të fillojnë edhe thatësira, duke qenë se Neptuni kur vendoset tek shenja e Dashit, gjithmonë kemi probleme të tilla. Këto ishin ndikimet në natyrë. Ndërkohë që ndikimet që do të kemi në lidhje me mjekësinë, këtë e them gjithmonë, prandaj edhe dua ta them përsëri. Në lidhje me mjekësinë kemi ndikime pozitive, kjo është gjë ndër ndikimet e vetme që është pozitive. Duke qenë se kemi përparimin e teknologjisë, edhe pse me manipulimin e
me manipulime të ndryshme që mund të ndodhin. Më duhet të them që gjithsesi kemi një përparim të dukshëm, kemi përdorimin tashmë të shumë elementeve të cilat na ndihmojnë që të gjejmë zgjidhje shumë më të shpejta, të bëjmë edhe analiza shumë më të shpejta, si rridho e kemi edhe më të thjeshtë që të gjejmë rrugdalje dhe të shpëtojmë dhe jetën e njerëzve. Ndërkohë që kemi edhe ndryshime të shumta për sa i përket farmaceutikës në këto momente, duke qenë se mund të kemi rrugë të shkurtra që do të gjejmë, fal zhvillimit që kemi në mjeksi. Është ndikim pozitiv, kemi një downloadim të madh në këto momente. Kjo është diçka e cila është në duart e të tjerëve detyrimisht, duke qenë se duhet të zbuloj dikush në mënyrë që ne të mund të përdorim, por ne vetë si individ kemi një aftësi tjetër që e fitojmë nga kjo hënë e plot, që është lidhja që kemi me universin, me sistemin, me krijuesin, quani çfarë të doni. Duke qenë se lidhja është shumë herë më e fuqishme, dhe ne kemi lidhje shumë më të fuqishme me veten tonë, ose më të them me zgjidhjet që mund të gjejmë vetvetiu. Kjo na bën ne që të jemi shumë më të aftë që të perceptojmë se ku qëndron problemi vërtet brenda organizmit tonë dhe të gjejmë edhe zgjidhje. Duke qenë se velloja ose perdja e cila na ndan me hyjnorën, me qiellorën është shumë e zbehur në këto momente, detyrimisht kemi dhe aftësinë që t'i perceptojmë shumë më mirë këto. Unë e them shumë shpesh që njeriu është qenia më e fuqishme në univers dhe truri jon, mendja jon është vërtet mjeti më i fuqishëm që është krijuar ndonjëherë dhe ky është momenti që mund ta përdorim ashtu siç duhet. Por i përsëris në qoftë se jemi të vetëdijshëm dhe në qoftë se nuk vjen prej manipulimit që po ndodh në këto momente. Prandaj dhe këshilla ime do të ishte vërtet që të fillonim të bënim më tepër meditim, të lexojmë tekste ose të dëgjojmë video, podcaste të cilat na zhvillojnë, na evolojnë ne si individ. Kjo na ndihmon vërtet shumë që të perceptojmë dhe të gjejmë zgjidhje vetë, sepse në të vërtetë ne nuk kemi arsye pse të jemi të sëmurë. Sëmundja e vetme ndodh sepse trysnia e botës është ajo që na ka verbuar dhe si rridho edhe ne nuk jemi më të aftë që të shërojmë veten tonë. Kjo nuk është prall ose nuk është ndonjë teori konspirative, është një e vërtetë. Në qoftë se ne jemi të aftë që të kontrollojmë veten tonë, trupin tonë, jemi të vetëdijshëm, pra kemi dhe aftësinë që të mos sëmuremi. Sepse kjo është ajo çfarë ne kemi, është fuqia që na është dhënë. Është një moment ideal që ne të përforcojmë lidhjen që kemi me veten tonë. Do të këshilloj mendojmë që ta bëni këtë. Ndikimin që do të kemi tek shëndeti fizik. Duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenja ujore, kjo do të thonë që sistemi nervor është i prekur në mënyrë të dukshme. Për këtë arsye mund të kemi dhimbje shumë të forta koke deri tek hëna e plot do të ndiem edhe më tepër, pak më tepër që edhe vendosja e hënës tek hëna e plot do të thotë edhe dhimbje koke të dukshme. Si rrjedhoj deri në atë datë, në qoftë se ndiem trysni të tilla, do t'i këshilloj që të bënim atë që thash përpara, të meditojmë, jemi të qetë shpirtërisht, kjo na ndihmon vërtet shumë. Të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të krijojmë situata dhe ambiente të qeta është vërtet shumë e rëndësishme. Për këtë arsye do të këshilloja të gjithëve që ta ndihmojmë njëri tjetrin, të gjendemi njëri tjetrin aty ku kemi nevojë. Mund të kemi vështirësi sepse situata në botë është e tillë, prandaj dhe në qoftë se kemi mbështetjen e dur, kemi dhe aftësinë që të tejkalojmë madje që të qetësojmë sistemin tonë nervor, si rreth kemi edhe më tepër mundësi që ndikimet që kemi në këto momente t'i ndjejmë edhe më pak. Por, duke qenë se preket sistemi nervor, gjithsesi, atëherë sëmundjet që janë degenerative, do të thotë që do të jenë të aktivizuara në mënyrë të dukshme në këto momente. Si rreth mund të kemi dalje në skenë të tyre. Të gjithë personat të cilët e kanë pak a shumë të fshehur, në këto momente mund të fillojnë ta ndjejnë edhe më tepër. Ky është një moment ideal në të vërtetë që ta perceptojmë dhe të gjejmë rrugëzgjidhje. Nuk do të thënë thjesht duhet të përdorim patjetër ilaçe, do të thënë që nëse qëndrojmë të qetë dhe fillojmë të krijojmë rutina më të shëndetshme, detyrimisht jemi shumë më të aftë që të mos i përjetojmë pothuajse fare dhe sëmundje ose të mbajmë vërtet nën kontroll gjatë gjithë jetës tonë. Është momenti i rëndësishëm ky, sepse ky është momenti ku do të vendosim se si do të jetë jeta jonë në vazhdim, por përsëris disa herë, duke qenë se kemi
pasur tashmë, po ka kaluar Neptuni tek shenja e Dashit. Është një cikël i cili është 140 vjeçar, nuk është i shkurtër. Pra, është një sistem i ri që ne po krijojmë. Mënyra se si e trajtojmë veten tonë, mënyra se si e trajtojmë shoqërinë, mënyra se si e trajtojmë lidhjen që kemi me hyjnoren, me qielloren. Është shumë e rëndësishme, do të këshillojmë vërtet që ta merrni me seriozitet, sepse është një hap shumë e rëndësishëm për ne si njerëz. Këto ishin ndikimet që kishim të përgjithshme. Radhitjen unë e them gjithmonë, por përsëris edhe një herë, pjesa që sapo thash tani është pjesa më e rëndësishme sepse na prek të gjithë pavarësisht nga shenja që jemi. Kjo është pjesa që duhet të marrim gjithmonë parasysh, ndërkohë që tek shenjat, ndikimet janë në bazë të ascendentit dhe pastaj kalojmë tek dielli, pra ndikimet mund të dëgjoni në këtë radhitje. Gjithsesi, këshilla ime do të ishte që gjithmonë të dëgjoni me vëmendje pjesën që sapo thash, pra atë që është e përgjithshme, sepse nga ajo nuk shmangemi dot. Shenja e Dashit nga kjo hën e plot ndikohet, ndikimi më i madh është çështje sentimentale, çështjet e zemrës, në mënyrë të themi. Ktu do të thotë edhe vërtet zemra si organ, prandaj të gjithë ju që keni probleme me zemrën do të këshilloj, ose rrugët kardiovaskulare, do të këshilloj që në këtë moment të jeni shumë të kujdesshëm. Pak më tepër që kemi shumë vendosje tek shenja e zjarrit dhe gjithmonë kur kemi shumë vendosje tek shenjat e zjarrit, sistemi kardiovaskular preket. Prandaj dhe në këtë pikë do të këshilloj që të merrni masat e duhura nëse ndjeni të nevojshëm të shkoni te doktori. Ndërkohë që, duke qenë se kemi një mbarim, fillimin e një mbarimit të një cikli i cili fillon datën 18 janar, kjo do të thotë që tashmë të gjitha problemet që kishim ne edhe në lidhje me karrierën, marrëdhëniet që kemi me familjen tonë, madje edhe me banesën tonë, do të fillojnë të gjejnë zgjidhje. Do të kemi fillimin e ri, rilindje pak a shumë. Dhe kjo mund të thotë edhe fillimet të reja çështje sentimentale, mund të thotë një krijimtari vërtet shumë e lartë, mund të thotë mbarimin e periudhës ku kemi pasur pengesa për të realizuar atë çfarë ne dëshirojmë dhe gjetjen e rrugëve të tjera të reja për ta bërë këtë. Në të njëjtën kohë mund të thotë edhe periudhën fillimin e shtatzënive ose dhe lindjen e fëmijëve. Kjo është një periudhë vërtet shumë pozitive për shenjën e Dashit. Arsyeja më e rëndësishme që është pozitive është se Neptuni tashmë ka kaluar tek shenja juaj. Pak më tepër që edhe Saturni ndodhet tek subkonsciencia juaj dhe krijon një farë pengese. Kjo nuk do të thotë që nuk mundeni ta përdorni, përkundrazi mundeni ta përdorni dhe pak më tepër të gjitha pengesat që ndjeni në atë momente mund të bëhen edhe rrugë, pra që të çojnë tek destinacioni që ju nevojitet. Kjo është e vlefshme në lidhje me të ardhurat materiale. Tu e kemi shumë herë më të prekur. Deri në këtë moment mund mos kemi perceptuar se cila është rruga që duhet të ndjekim, ndërkohë që pas kësaj do të fillojmë të gjejmë, siç e thash, edhe fal këtyre pengesave që mund të ndihen. Kemi downloadime të vazhdueshme në këtë moment, do të këshilloj që të marrim parasysh, ndërkohë që do të kemi në datë, duke filluar nga data 17, kur do të kemi edhe një eklips të diellit, do të kemi fillime të lidhjeve të reja e të tjerë, por si fillim në këto momente duhet të mbarojmë gjërat që janë problematike toksike në lidhje me këto tematika, si rrjedhoj mund të kemi edhe mbarimin edhe të lidhjeve të cilat kanë qenë toksike, mund të kemi edhe mbarimin e periudhës siç e thash kemi qenë pa persona në jetën tonë, pa njerëz, pa lidhje. Është një periudhë pak e vështirë, por shumë pozitive. E vështirësia vjen sepse do të përballemi gjithmonë me një farë trysnie që vjen nga bota dhe një farë pengesa, por në qoftë se thjesht qëndrojmë të qetë dhe nuk nxitohemi, nuk ne vrikosemi nga gjithçka që na është përpara, kemi mundësinë që të rregullojmë siç e thash problemet që kemi pasur ne edhe në lidhje me karrierën, edhe në lidhje me banesën tonë, po ashtu edhe në lidhje me krijimet e reja. Shëndetin për shenjën e Dashit. Ajo që thash, domethënë ndikimet që kemi tek sistemi nervor është e ndjeshme edhe tek ju, dhe duke qenë se kjo hën e plot do thotë edhe dhimbje koke, ju mund ta ndjeni edhe më tepër. Pra keni dy zona që janë shumë të prekur në këtë momente, zemra, sistemi kardiovaskular dhe koka. Do të këshilloj që në këto pika ti merrni seriozisht nëse keni simptoma ose dhimbje. Okej. Shenja e Demit, për shenjën e Demit, kjo hën e plot do të thotë mbarimi i periudhës ku çështjet familjare kanë qenë problematike, ose dalin në skenë të tyre. Dalin në skenë të tyre do të vazhdojë që të jetë aktive deri në datën 1 shkurt, pra deri tek hëna e plot. Pas kësaj do të fillojmë që të gjejmë rrugë për të zgjidhur ato. Arsyeja që po dalim aty është që të mund të zgjidhim
Do të kemi fillimin e një periudhe ku mund të mendojmë në mënyrë serioze që të zhvendosemi, duke qenë se kjo hënë plot një nga temat kryesore është edhe kjo është vendosja. Në qoftë se në këto momente nuk ndihemi mirë tek banesa jonë, nuk ndihemi mirë se jemi duke bashkëtuar me shumë persona ose me familjen tonë në disa raste dhe jemi brenda një martese ose një bashkëjetese e cila nuk është funksionale, mund të ndihemi trysni vërtet shumë të madhe deri në datën 1 shkurt. Pas kësaj do të vendosim, do të jemi të detyruar pak a shumë që të vendosim sepse sistemi do të na shtyjë drejt asaj dhe do të kemi dhe aftësinë që të zgjidhim diçka që është më e shëndetshme për ne, por detyrimisht duke qenë se diçka është e detyruar që të mbarojë, kjo do thotë që edhe mund të jetë e dhimbshme. Është në dorën tonë se si e menaxhojmë situatën, në qoftë se jemi të vetëdijshëm në këto momente, në qoftë se nuk ne rikosëm jashtë të vlefshëm për të gjitha shenjat brenda përsëris, kemi aftësinë që të krijojmë stabilitet vërtet shumë të madh ekonomik dhe të krijojmë një ambient ku ne ndihemi mirë. Është një ambient të shëndetshëm, pra ku mund të lulëzojnë të gjithë. Të gjitha lidhjet toksike në këto momente nuk na shërbejnë, sidomos për ju vërtet që nuk na shërbejnë, po jo këshillojmë me ngurmë edhe pse mund të jeni mësuar sepse ju dëshironi gjithmonë që të qëndroni në zonën e komfortit, ky është momenti që duhet të lëvizni. Jeni të detyruar të lëvizni, do të këshilloj me ngurmë që ta bëni këtë. Hëna e re që ishte tek shenja e vricjapit, ju detyroi që të merrni informacione se si duhet të lëvizni, tani është momenti që t'i aplikoni ato. Sepse hëna e re, ose më themi eklipsi i diellit që do të jetë tek shenja e ujorit, nuk do t'ju fali. Pra çdo gjë që është toksike, doni apo zoni jo, do ta heqë nga jeta juaj dhe kjo do thotë që mund të zhvendoseni pothuajse menjëherë ose mund edhe të braktiseni në qoftë se ju nuk hiqni dorë nga diçka që nuk është e shëndetshme. Edhe për ju kemi tashmë krijimin e familjes e shëndetshme për përsërisje dhe mund të kemi dhe fillimin e martesave, vendime të tilla, madje mund të kemi edhe lajme në lidhje me fëmijët, që mund të bëhen me fëmijë ose që familjarët tanë ose të njohurit tuaj mund të bëhen me fëmijë. Ei Lola. Shenja e demit, pika ku e keni të prekur, për ju është më tepër rrënjët, si edhe mund të keni probleme te këmbët dhe mund të keni probleme edhe me sistemin tretës ose më thënë me zonën e trash. Kjo është një nga temat që do të këshilloj që të jeni të kujdesshëm në këto momente. Nëse keni pasur probleme, duhet ta merrni parasysh. Këshilla ime do të ishte për ju specifikisht që të ulni dozën e sheqerit që konsumoni në këto momente, nëse keni mundësi. Madje bëheni të mundur që ta hiqni komplet deri te kanal plot nga jeta juaj, sepse është momenti që duhet të zgjidhni vetëm gjërat që janë të shëndetshme. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve, kjo hënë plot është një ndikim pak e zipërzier. Arsyeja që është e përzier është se në përgjithësi përfundimi është pozitiv, por është pak i lodhshëm si fillim. Arsyeja që është e lodhshëm është sepse ne jemi shumë më të prekur nga marrëdhëniet tona personale. Këtu bëhet fjalë më tepër për marrëdhëniet që kemi me vëllezërit dhe me motrat tanë. Këto mund të jenë pak më tepër të sfiduara. Sfida vjen ose më them, ndodh në mënyrë që ne të zgjidhim problemet që mund të ekzistojnë këtu, ose në qoftë se këto nuk janë problematike, mund të kemi problem, ose mund të kemi dalje në skenë të situatave të disbalancuara në lidhje me përdorimin e energjikës tonë dhe me komunikimin tonë. Si rridoj të gjitha kontaktet që kemi kryer në mos kohët e fundit, duke filluar që nga hëna e re që ishte tek shenja e vricjapit, do të testohen. Kjo nuk është e thënë që do të testohen thjesht ato, do të testohen në përgjithësi të gjitha. Në mënyrë që të krijojmë tashmë një situatë ose më themi një ambient që është ku ne jemi më të vetëdijshëm, pra bëjmë zgjedhje më të vetëdijshme. Dhe si rregull kemi dhe aftësinë që të rritemi vërtet shumë. Të gjitha këto faktikisht po ndodhin në mënyrë që të na përgatisim për eklipsin e diellit që do të jetë në datën 17 shkurt, i cili do të jetë tek shenja ujorit. Sepse deri në atë datë duhet të vendosim se cila është rruga që ne duhet të ndjekim. Duhet të zgjedhim se cila është ena e përshtatshme për ne në mënyrë që të mund ta mbushim pas kësaj. Është momenti që po marrim shumë downloadime nga universi. Të gjitha këto downloadime janë shumë të rëndësishme. Duhet të jemi shumë të qetë që t'i perceptojmë ashtu siç duhet. Kemi aftësi të tillë, por mund të bëhet pak e lodhshme. Kjo është edhe arsyeja që thash është pak e përzier, sepse në përgjithësi ndikimet janë pozitive, por ka shumë ndikime në këto momente, si rridoj do lodhemi. Në qoftë se ne jemi të qetë, i marrim gjërat me qetësi, pra detyrimisht të kemi shumë më të thjeshtë të bëjmë ballë, madje mund edhe të zhvillohemi vërtet shumë si individ.
Eklipsi i diellit që do të jetë në datën 17 juve do të ndikojë shumë pozitivisht, por në këto momente duhet të mbyllni komplet ciklet që janë problematike. Këto nuk bëhet fjalë më për cikle karmike, bëhet fjalë për cikle të cilat ju jeni të vetëdijshëm, i dini se çfarë po bëni dhe thjesht po i mbani në jetën tuaj sepse nuk dini si t'i zgjidhni. Mënyra se si t'i zgjidhni është të jeni të qetë, të vëzhgoni çdo element që po jeni në jetën tuaj, të merrni të gjitha informacionet dhe t'i vendosni në vendet ku duhet t'i vendosni, sepse keni këtë aftësi. Ndërkohë që në qoftë se marrëdhëniet me vëllezërit dhe me motrat tuaja në këto momente janë të sforcuara, këshilla ime do të ishte që ti edhe në këtë pikë jemi pak më të qetë, dhe diçka tjetër është që ti mbështesim ata, sepse në të vërtetë ata janë personat që në këto momente mund të kenë më tepër nevojë për mbështetje, ndërkohë që ju do ta keni këtë nevojë për mbështetje duke filluar nga data 30 qershor. Pra, do të jetë pak shumë shkëmbim i energjish. Si rridhoj në këto momente do të këshilloj vërtet që nëse familjarët tuaj, vëllezërit dhe motrat tuaj më tepër ose dhe shoqëria e ngushtë kanë nevojë për ndihmën tuaj, të t'i ndihmoni sepse vërtet që janë persona që do t'ju mbështesin edhe juve më vonë. Është përforcimi i kësaj marrëdhënie pra. Në lidhje me shëndetjen, ju jeni shumë të prekur në përdorimin e logjikës, si rreth mund të keni dhimbje shumë të fuqishme koke në këto momente sepse truri punon shumë shpejt. Prandaj dhe do të këshilloj që ti merrni gjërat pak më tepër qetësi, nuk po them që ti lini gjërat pas dorë, po them që ti merrni pak më tepër me qetësi, në qoftë se keni nevojë të shplodheni dhe pastaj ti rishikoni edhe një herë nga para. Ju lutem kontrolloni edhe gjumin sepse në këto momente mund të keni probleme me gjumin, mund ta egzagjeroni ose më them gjithë informacionet që vijnë mund të shtojnë më tepër kuriozitetin, të mundoni që të merrni sa më tepër që t'jetë mundur. Dhe si rrethoj të humbisni dhe orët e vlefshme të gjumit ose të vyera të gjumit. Kjo është diçka që absolutisht nuk do t'ju këshilloj sepse mund të prekë në mënyrë të dukshme sistemin tuaj imunitar. Shenja e gafores, kemi një hënë të plot, detyrimisht shenja e gafores është shumë e prekur si gjithmonë. Pak më tepër që kjo hënë e plot po ndodhet tek shenja e luanit. Kjo do të thotë që për ta kemi komplet rivlerësimin e gjithçkaje. Shenja e gafores është një nga shenjat të cilat gjatë se hënët të plot mund ta ketë pak më të vështirë, sepse do të preket shumë edhe marrëdhëniet që kanë me pothuajse të gjithë individët që kanë jetën e tyre dhe mbi të gjitha marrëdhënia më e rëndësishme që është me veten tonë. Këtu do të kuptojmë shumë mirë se ku kemi mçaluar ne vetë si individ dhe si rreth ku kemi kish trajtuar veten tonë dhe falë kësaj dhe të mund të rregullojmë këtë, por si fillim do të na duhet që ta pranojmë këtë, duke qenë se një nga temat kryesore tek shenja të plot është edhe egoja, prekja e saj. Mund të mos duam që të pranojmë këtë si gjë dhe si rreth të duam të vazhdojmë në statusin quo, por në qoftë se bëjmë këtë, vazhdojmë që të anashkalojmë problemet që kemi shkaktuar vetes përsëris disa herë. Kjo do të thotë që sistemi do të na ndëshkojë, si rreth mund të kemi probleme të dukshme në të gjitha marrëdhëniet tona, të gjithë personat mund të kthehen drejt nesh dhe detyrimisht mund të ndihemi një sulm vërtet shumë të madh. Kjo do të thotë një shtim vërtet shumë të madh në trysni. Kjo trysni do të thotë që ne do të ndihemi vërtet shumë të izoluar dhe si rreth mund të preket vërtet shumë psikologjia jonë dhe falë kësaj mund të preket shumë edhe shëndeti jonë fizik. Të gjitha këto janë të lidhur me njëra tjetrën. Kjo është arsye që shenja e gafores në këtë moment, gjëja që i këshilloj e para, e dyta, e treta dhe e dhjeta është që të jemi të vetëdijshëm dhe realist. Të mos vjen prej egos ton për i përsëris që të blejmë dashurinë dhe mirësjelljen e individëve të tjerë është gjithmonë e pamundur, prandaj duhet të fokusohemi një herë që të bëjmë atë çfarë është e drejtë dhe në bazë kësaj, pasi kemi ushqyer veten tonë, mund të ushqejmë edhe të tjerët. Për shenjën e gafores, kemi mbylljen e cikleve karmike. Do të fillojmë që të mbyllim këto, normal që do të jetë kjo mbyllje përfundimtare me eklipsin e diellit që do të jetë në datën 17 shkurt. Por deri në atë datë do të fillojmë që të perceptojmë tashmë se cilat janë këto, në mënyrë që të mund të mbyllim atëherë. Ndërkohë që për sa i përket vlerave monetare, materiale, është pak a shumë e kundërta, sepse jemi më të aftë tashmë që të kërkojmë atë çfarë na duhet dhe të kërkojmë në kuptimin që të kërkojmë edhe të krijojmë situata ose burime të reja për të ardhurat materiale. Si rrethoj, kjo është një ndikim më pozitiv, e njëjta që është e vlefshme edhe në lidhje me ndarjet e pronave ose të ardhurave të përbashkëta. Kjo është ka një ndikim më tepër pozitiv, kemi mbylljen e një cikli i cili ka qenë problematik ndoshta ku nuk kemi marrë atë që meritoni me të tjerë. Në përgjithësi si rrethoj sa që thash pjesën e parë të shpjegimit, por edhe për sa i përket ardhurave materiale është pak më thjesht për të kaluar. Hëna e
plot që do të shenja e Luanit, por shenjën e Gaforit, do me thënë një riperceptim komplet i vetes dhe jetës dhe i gjitha marrëdhënieve që ka, do të këshilloj që të përdorim këtë periudhë me kujdes dhe me vetëdije, sepse kemi dhe aftësi që të zhvillojmë vërtet shumë, pak më tepër që tashmë dhe Neptuni është vendosur tek shtëpia jonë e karrierës dhe mund të bëjmë edhe persone që na dëgjohet fjala dhe të kemi një avancim vërtet shumë të madh në karrierën tonë. Dhe erdhëm te karakteri kryesor, Luani. Kjo është një hënë plot tek shenja juaj, se rrjedhoj ju jeni shenja që prekeni më tepër. Pak më tepër që kemi shumë vendose tek shenja ujore që ndodhe përballë me ju. Dhe kjo ju nxit në mënyrë të dukshme që të rishikoni të gjitha marrëdhëniet tuaja personale. Këtu bëhet fjalë më tepër për marrëdhëniet bashkëtorë, ose në lidhje me marrëdhëniet të cilat janë afatgjata, lidhje sentimentale afatgjata, mirë të themi. Mund të kemi dalë në skenë të problemeve që ekzistojnë në jetën tuaj personale. Këtu bëhet fjalë edhe në lidhje me marrëdhënie seksuale që ju keni, o nëse keni pas probleme brenda lidhjes tuaj, do të filloni që të kuptoni arsyen pse. Në të njëjtën kohë mund të kemi dalë në skenë edhe të problemeve që kanë të bëjnë me tradhtit ose të disbalancave që kanë ekzistuar deri në këto momente. Kjo është një hënë plot e cila në përgjithësi është pak e lodhshme, por ka ndikim shumë pozitiv si përfundim, sepse para se do të mund të zgjidhni të gjitha këto probleme. Unë them shpesh që zgjidhja ndonjëherë është edhe ndarja, por kjo nuk do të thonë se është problematike, përkundrejse është diçka e shëndetshme për ju, madje jeni të detyruar në disa raste që jemi të detyruar më themi ne si shoqëri, si njerëz, që ta bëjmë këtë. Kjo është një nga ato momente për shenjën e Luanit. Ndërkohë që marrëdhëniet të cilat rezistojnë kësaj, siç e thash, do të jenë të aftë që të ndërtojnë një marrëdhënie shumë më të shëndetshme, të kemi dhe fillimin e lidhjeve, ose më them të familjes, krijimin e familjes, si do mund të kemi edhe për ju vendime për të bërë me fëmijë, ose në disa raste dhe surpriza të tilla, duke qenë siç e thash, preket edhe ana seksuale e lidhjeve. Ndërkohë që për sa i përket marrëdhënieve që kanë të bëjnë me biznesin, këto janë marrëdhënie të cilat do të testohen. Testimi këtu vjen sepse disbalancimi është vërtet shumë i lartë, aty ku duhet të qëndrojmë është diçka që nuk dihet, pra kufijt janë të pasigurt, si rrjedhoj do të na duhet që të rishikojmë edhe një herë të gjitha këto marrëdhënie. Nuk mund të them që është 100% diçka negative, por është vërtet shumë e lodhshme. Dhe madje mund edhe që të rishikojmë ose të vëmë një pauzë të gjitha marrëdhënieve ose bashkëpunimeve tona në këto momente. Është diçka që të vërtetë do t'ja këshilloj, duke qenë se në këto momente që të veproni me nxitim absolutisht nuk këshillohet, është diçka që duhet të mendohet mirë përpara se të bëhet. Dhe në qoftë se merrni një vendim kur jeni të nervozur, kjo është një nga gjërat më negative që mund të bëni, ose dëmi më i madh që mund t'i bëni vetes tuaj, sepse në të vërtetë mund të jenë probleme që rregullohen. Shumë thjesht mjafton që kemi pak durim. Në përgjithësi, këto zgjidhje do të duken më tepër, do të arrini që të perceptoni më tepër pas eklipsit ose drejt asaj faze, sepse atëherë do të jemi shumë më të aftë që të perceptojmë më mirë personin që kemi përballë, do të jemi më empatik dhe ky shpërndarje e kufive, ose më themi paqëndrueshmëria e kufive që në këto momente ndihen, atëherë nuk do të jetë kaq aktive, do të kemi shumë të thjeshtë që të përdorim edhe logjikën tonë ashtu siç duhet. Në lidhje me karrierën është një nga periudhat pozitive, mjafton që të punoni, marrëdhëniet nëse në këto momente keni probleme me marrëdhëniet me kolegët tuaj, është një moment ose është një hënë plot që mund të thotë në mbarimin e këtyre problemeve, prandaj do të këshilloj që edhe në këtë pikë jemi të qetë. Të mos nxehemi kot, pra. Është një nga gjërat më të rëndësishme. Për shenjën e Luanit, pra për ju, në lidhje me shëndetin është i prekur. Është shumë i prekur sepse, siç e përmendët tek shenja e dashit, kemi shumë vendosje tek shenjat e zjarrit. Si rrjedhoj, ju jeni të prekur automatikisht. Pjesa që e keni më të ndjeshme është rrugët kardiovaskulare dhe zemra. Prandaj edhe kjo është pika ku do të prekeni më tepër. Nëse keni probleme këtu, do t'i këshilloj që të merrni parasysh që të sforconi shumë trupin tuaj në këto momente, nuk do t'ja këshilloja, do të këshilloj ushtrime që të cilat janë më të buta, pra më të lehta, në mënyrë që të mos sforcoheni shumë. Dhe duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenjat e zjarrit, edhe në qoftë se bëni ngritje peshësh, gjatë kësaj periudhe do të këshilloj që të ulnit kilogramin, pra atë peshën, sepse mund të sforcohet shumë më tepër se çfarë nevojitet trupi juaj. Dhe që të bëni tokëzim, edhe kjo është shumë e rëndësishme.
Për shëndetin e vegjërshës, kjo është një hënë e plot pak e rrezikshme, arsye që është e rrezikshme se prek vërtet shëndetin fizik dhe prek shumë edhe shëndetin mendor. Kemi dalë në skenë edhe të situatave të cilat mund të bëhen pak të rrezikshme ose të armiqësive që mund të jenë pak të rrezikshme, në të vërtetë, personat të cilët në vërtet nuk e duan të mirën, mund të dalin shumë më tepër në sipërfaqe. Dhe në qoftë se të gjitha këto nuk janë, domethënë, edhe ju vetë mund të përballeni me frikrat tuaja ose me fobit tuaj, gjërat që mund të kenë ngelur pak pezut që ndoshta në fëmijëri. Është një periudhë e cila balanca është pak e vështirë, por kjo nuk do të thonë se është e pamundur. Mënyrë se mund ta bëni këtë është një si fillim që të krijoni që në këto momente të krijoni një rutinë të hekurt. Të jeni shumë të vetëdijshëm se çfarë po bëni, kështu që ta keni pak a shumë të planifikuar. Kjo është e vlefshme deri tek eklipsi i diellit që do të jetë tek shenja ujorit, sepse deri në atë pikë do të vazhdojë që të preken të gjitha këto tematika. Marrëdhëniet që ju keni në këto momente me punën dhe me vendin tuaj të punës janë shumë të ndikuara. Si rrjedhoj, këtu mund të kemi dalë në skenë të gjitha problemeve. Në të vërtet është që ne të zgjedhim rrugën ose që të zgjedhim një karrierë ose vend pune i cili është më i përshtatshëm për ne. Nëse deri në këtë moment e kemi pasur probleme që të marrim vlerën që ne meritojmë, detyrimisht ka ardhur koha që ne të zhvendosemi. Pak më tepër që nyja jugore e hënës, që krijon gjithmonë probleme dhe sfida në jetën tonë, vazhdon që të jetë tek shenja juaj. Si rrjedhoj, sfidat vazhdojnë që të jenë aktive. Pak më tepër që në këto momente vërtet këto sfida na drejtojnë aty ku duhet të shikojmë. Do t'i kushtojmë mendojmë që në pikërisht për këtë arsye të mos në bëjmë sy të shikojmë realitetin ashtu siç është. Pika ku prekeni më tepër është sistemi nervor dhe sistemi tretës, edhe për ju shumë i prekur, zore trash, prandaj do të këshilloja që nëse keni probleme në këtë temë, të jeni më të vëmendshëm. Për sa i përket zhvillimet në jetën e përditshme, edhe këto do të jenë të ndikuara. Ndikimi këtu në përgjithësi është pak më i butë, sepse ju jeni shumë më të aftë që të shikoni gjërat dhe të vini një re në jetën tuaj, gjithsesi në këto momente nëse ndjeni një lodhje, këshillimi do të ishte që ta merrni seriozisht dhe të shplodheni, të dëgjoni trupin tuaj pra. Kjo do të ndikojë në mënyrë pozitive për të gjitha ndikimet që sa përmenda. Edhe nëse dalin probleme tek vendi i punës, nuk ka qenë se do të jemi të qetë nga nervat dhe nga koka, do të kemi shumë të thjeshtë të gjejmë rrugëzidhjen e duhur. Gjithsesi nëse është diçka që keni provuar dhe s'të provuar dhe ende nuk funksionon, normale që do t'ju këshilloj që të shikoni një rrugdalje tjetër ose një vend tjetër ku mund të vlerësoheni më shumë, sepse ky mund të jetë një nga momentet që do të duhet të zhvendoseni. Kjo zhvendosje nuk është negative. Këtë më duhet të analizoj, është një zhvendosje e cila i ka ardhur kohë, madje në disa raste do mund ta keni tek kaluar si kohë. Për sa i përket lidhjeve afatgjata, të cilat janë problematike, kjo hënë plot mund të thotë edhe mbarimin e tyre. Mund të thotë mbarim pothuajse të menjëhershëm, sepse tashmë mund të hyjë durimi. Dhe duke qenë se kemi trysnim vërtet shumë të madh dhe kemi disbalancim vërtet shumë të madh, të cilën ju lodh shumë, në qoftë se vini re dhe gjë më të vogël tek lidhja juaj, normal që mund ta mbaroni. Kjo është diçka që vërtet do t'i këshilloj që ta bëni me kujdes. Normale që ndonjëherë nuk është se i kemi gjithmonë në gjërat në dorë, por nëse ju e keni në dorë dhe ju duhet të bëni zgjidhje, do t'i këshilloj që ta rishikoni dhe atë. Jeni të sigurt 100% që nuk ka zgjidhje si situatë dhe pastaj të veproni, sepse vërtet që nuk ka më kthim mbrapa. Pak më tepër të gjithë personat që jetojnë brenda tyreve shqiptare, duke qenë se kjo hënë plot do të jetë në takim me Plutonin, që domethënë vdekje nuk ka më rikthim mbrapa, si rrethoj një veprim impulsiv në këtë moment mund të shkaktojë dëme të rëndësishme. Përsa i përket ardhurave materiale, shenja e vegjërshës pas kësaj hënë të plot do të futet në një fazë ku do të jetë pak a shumë gradualisht, po në një lulëzim me sipër, sepse do të spastrojë çdo gjë që është toksike në jetën e tij. Dhe si rrjedhoj do të kemi edhe ngeljen tashmë në jetën tonë, do të ngelen vetëm personat të cilët na ndihmojnë. Shoqëria për fat të mirë deri në atë pikë, pra deri tek hëna e plot, do të kenë nxjerrë fytyrën e saj të vërtetë në skenë dhe do të jemi shumë më të aftë që të piketojmë personat të cilët do të na ndihmojnë që të avancojmë përpara, dhe si rrjedhoj për tyre do të thonë që të marrim një ndihmë shumë të madhe. Kjo hënë e plot për shenjën e vegjëreshës për i përsëris prek pothuajse çdo aspekt, sepse na prek në psikologjinë tonë. Dhe ne mund të shikojmë marrëmishje edhe aty ku nuk ka. Prandaj dhe do t'ju këshilloj që të jemi pak më të vetëdijshëm, të përdorim logjikën tonë në maksimum, nëse ndjehemi trysni, thjesht të shplodhemi, sepse pas çdo shplodhje do të kuptojmë shumë mirë se cila është rruga që duhet të ndjekim. Në këto momente për përsëris deri tek hëna e plot, shoqëria që na ka ngelur
është shoqëria që na duhet dhe mund të na ndihmojë edhe që të gjejmë rrugën aty ku ne nuk arrim që ta perceptojmë. Ndërkohë që marrëdhëniet të cilat janë afatgjata, gradualisht do të futen në një fazë e cila është shumë benefike, pra shumë pozitive për ju. Shenja e peshorës. Për shenja e peshorës është në ndikime më pozitive se sa shenjat që përmenda deri në këtë momente. Arsyeja është se të gjitha vendoset janë në këndë pozitive me ju. Si rrjedhoj, keni aftësi që edhe nëse ka një problem të gjeni zgjidhje. Nga kjo hënë plot, duke qenë se preken komplet marrëdhëniet sentimentale dhe pak a shumë kemi mbarimin e ëndrave pa kuptim për ju. Kjo është ndikimi më i rëndësishëm i kësaj hëne të plot. Të gjitha ëndrat që ishin pak a shumë ëndra në diell do të mbarojnë dhe do të mund të përzgjidhni më mirë se cila është rruga që do të ndiqni. Kjo është vërtet shumë pozitive, sepse falë kësaj do të mund të krijoni një farë balance në jetën tuaj. Por deri tek ana e plot normalisht që disbalanca edhe tek ju do të jetë vërtet shumë e madhe. Kemi shumë vendose tek shenjat e zjarrit dhe tek shenjat e ajrit, si rrjedhoj do t'ju këshilloj që të togëzoheni, sepse kjo do të jetë shumë e nevojshme, sepse mund të tejkaloni pra edhe ndjeshmërinë tuaj, edhe aktivizimin tuaj në disa raste, edhe impulsivitetin tuaj. Marrëdhëniet sentimentale në këto momente janë shumë të ndikuara, kemi fillimin e lidhjeve të reja. Këto lidhje do të jenë shumë më të ose më themi, do të materializohen ose do të krijohen vërtet, t'i vëmë re më mirë të themi, pas datës 17 shkurt, por në këto momente mund të kemi prezantimet e para, ose mund të kemi mbarimin e ideologjive të cilat nuk na shërbejnë. Përsëri në lidhje me çështje sentimentale. Pra në qoftë se kemi një tip, një ide se si duhet jetë partneri jon. Kjo është diçka që do të rënohet dhe është diçka e mirë që do të rënohet, sepse mund të mos jetë fare, mund të mos ketë lidhje me realitetin ose me atë çfarë ne ofrojmë personave përballë, si rrjedhoj do të jetë një ndikim pozitiv. Por derisa të bëhet kjo, do të na ulet pakunda ose do të na thyet pakunda, se rrjedhoj do të kemi edhe një ego e cila do të ndëshkohet her pas here. Por përsëris ndikimi është pozitiv, prandaj do të këshilloj që të mos reagoni ndaj personave të cilët ju bëjnë që të ndjeni në këtë mënyrë. Është diçka që duhet të punoni me veten tuaj, nuk është diçka negative, është diçka që vërtet duhet ta mësoni në mënyrë që të mund të krijoni lidhje më të shëndetshme. Eklipsi i diellit do të jetë në datën 17, është një eklips dielli shumë i rëndësishëm për ju, është më i rëndësishëm që mund të përjetoni për pothuajse 20 vitet në vazhdim, prandaj do të këshilloj që këtë periudhë ta merrni me seriozitet. Gjërat që shikoni që nuk funksionojnë, në vend që të bini pre egos tuaj dhe të mundoni që t'i bëni thjesht sepse doni ju t'i bëni në një farë mënyre, do të këshilloj që të merrni me seriozitet, ti rishikonte edhe një herë dhe ti bënit me logjik, sepse keni dhe aftësinë që të ndërtoni jetën që ju dëshironi dhe meritoni në të vërtet, të krijoni një rrjet social i cili është shumë i përshtatshëm për ju. Ndërkohë që problemet që mund të ndjeni në përgjithësi janë tek sistemi urinar, në lidhje me shëndetin pra. Kjo është një periudhë ku mund të keni edhe infeksione, të cilat mund të jenë pak më të shtuara, ndërkohë që virozat që na prekin të gjithëve mund të prekin edhe juve detyrimisht, por më tepër përpërsisht keni të prekur sistemin urinar dhe veshkat. Kjo janë pikat të cilat do të këshilloj që të jemi pak më të kujdesshëm. Në përgjithësi janë dhimbje nervore, prandaj duhet të hidratohemi mirë dhe duhet të gëzohemi. Këtë po e nënvizoj. Shenja e akrepit. Për shenja e akrepit është një hënë plot e vështirë disi, duke qenë se për shenja e akrepit është ka ardhur periudha ku duhet të ndërtojmë rrugën që na shpjet drejt suksesit, por kjo nuk është gjithmonë e thjeshtë për të zgjedhur, sepse na duhet që të lëmë mbrapa edhe çdo gjë që na mbante të vegjël, si rrjedhoj do të na duhet që të përballemi edhe me frikën tonë. Në disa raste na duhet që të dalim kundër edhe personave të cilët kemi aktualisht në jetën tonë. Kjo është edhe pika ku duhet jemi të vëmendshëm detyrimisht, sepse nuk mund të marrim shpatën në dorë dhe të luftojmë me të gjithë, duhet jemi të logjikshëm. Çdo gjë duhet ta bëjmë, duhet të shkojmë drejt suksesit tonë, duhet të ndërtojmë jetën që ne meritojmë, por këtë duhet ta bëjmë edhe me diplomaci, duke mos i thyer pra zemrën njerëzve që kemi në jetën tonë. Këtu bëhet fjalë më tepër për familjarët tanë dhe për lidhjet afatgjata. Por falë këtyre, ose më mirë themi, në një koncept komplet tjetër mund të kemi edhe fillim në lidhjeve të cilat janë shumë të rëndësishme për ne, sepse pjesë e suksesit tonë, suksesi që neve na është
premtuar në këtë jetë. Pra, është edhe krijimi në një lidhje i një partneriteti të shëndetshëm. Për këtë arsye, mund të kemi prezantime të shumta gjatë kësaj periudhe. Shenja e Akrepit është një nga shenjat më të favorizuar për krijimin e lidhjeve të reja. Të gjitha këto i shërbejnë që të krijoj suksesin ose që të arrijë majën, pikën që duhet të përjetojnë në këtë jetë. Duke qenë se një ndër karakteret kryesore të kësaj hëne të plotë është edhe Plutoni, i cili në këtë moment është i vendosur tek shenja ujore dhe detyrimisht aktivizohet, kemi edhe një përforcim të dukshëm të gjitha marrëdhënieve familjare. Këtu do të thënë që edhe personat të rinj që po hyjnë në jetën tonë në këto momente mund të bëhen familjarë tanë. Kemi edhe krijimin e disa marrëdhënieve të cilat janë vërtet shumë të fuqishme, të cilat na ndihmojnë që ne të ndërtojmë jetën që ne dëshirojmë. Për shenjën e Akrepit është shenja e cila ka më tepër probabilitet që të zhvendoset për karrierën e tij, për të pasur një sukses më të madh në karrierën e tij. Prandaj përsëris, kjo duhet bërë me kujdes, duhet bërë me diplomaci, pa i thyer zemrën të tjerëve. Sepse në qoftë se e bëjmë duke flijuar marrëdhëniet tona, kjo mund të bëhet vërtet mund të bëhet shumë më e dhimbshme për ne në të ardhmen. Duhet të jemi të vetëdijshëm për çdo veprim që bëjmë dhe të marrim edhe konsentin edhe e personave që kemi rreth rrotull. Gjithçka është e bëshme, mjafton që të jemi pak më të vetëdijshëm dhe më të ngadalësuar. Jo gjithçka është bardhë dhe zi, kemi edhe ngjyra gri. Pra, ky është momenti që ta perceptojmë këtë. Ndërkohë që në lidhje me shëndetin, jemi futur në një fazë rekuperimi për fat të mirë, edhe nëse kemi dalë në skenë të problemeve në lidhje me sëmundje, siç janë virozat e të tjerë, kemi më të thjeshtë për të tejkaluar, por për shenjën e Akrepit kemi një ndikim të çuditshëm, sepse mund të kemi gjatë kësaj periudhe sulme pak më tepër se të gjitha shenjat e tjera nga insektet ose nga helmet në përgjithësi, prandaj kjo është një temë që duhet të këshilloj që të jemi pak më të kujdesshëm. Shenja e Shëgjetarit. Shenja e Shëgjetarit ka një ndikim që i duhet. Ka një ndikim që vërtet i duhet. Shenja e Shëgjetarit është shenja e cila në qoftë se e pranon një ideologji si të vetë mund të bëhet pak fanatik. Dhe mund të ketë shumë të vështirë që të heqë dorë për saj. Por kjo hënë e plot, në qoftë se kemi diçka të tillë, ka një disbalancim vërtet shumë të madh. Ka një disbalancim në çdo aspekt të jetës tonë. Prandaj duhet ta kemi shumë të thjeshtë, nëse kemi një ideologji të gabuar ose një fanatizëm me cili po na mban mbrapa, duhet ta kemi shumë të thjeshtë ta perceptojmë. Sepse që thash, në këto momente sistemi na detyron që të heqim dorë prej tyre. Më e rëndësishme është që të heqim dorë nga egoja jonë, mbrojtja e ideologjive tona, sepse janë bërë pjesë e identitetit tonë. Kjo është diçka që duhet t'i ndajmë, pra ideologjia dhe unë si individ jemi dy gjëra komplet të ndryshme. Unë jam individ më vete dhe nuk jam i përbërë thjesht nga ideologjia që unë kam. Pra, nëse bëjmë këtë si ndarje, kemi shumë më të thjeshtë që të krijojmë diçka shumë më të shëndetshme tashmë. Pika ku do të ndikojmë më tepër detyrimisht janë në vartësi të saj edhe botë kuptimin që kemi. Këtu do të kemi një zgjerim të dukshëm, sepse do të kemi barimin pra të gjitha limitimeve. Dhe si rrjedhë mund të kemi edhe hapje në botë. Kemi njohje të reja, krijimin e një individi i cili shumë më i shëndetshëm, i cili ka më tepër mundësi që të përjetoj aventurën që faktikisht shenja e Shëgjetarit e ka aq shumë qejf, dhe si rrjedhë të kemi edhe krijimin e disa kontakteve, të cilat mund të bëhen persona shumë të rëndësishëm në jetën tonë. Këtu nuk bëhet fjalë për çështje sentimentale, kësaj do të vim pak më vonë, bëhet fjalë për persona të cilët janë pak a shumë partnerët tanë në jetë, pra persona të cilët ne kemi qejf dëshirë që të diskutojmë, për të cilëve mund të marrim shumë dhe të ushqejmë shumë, pra, dhe me të gjitha fillon dhe një periudhë ku ne mund të udhëtojmë vërtet shumë, sepse do të kemi një nevojë shumë të madhe tashmë të zgjerohemi. Është një hënë e plot e cila është e dobishme, është shumë e rëndësishme dhe është gjë e mirë që po ndodh. Fal kësaj, për shenjën e Shëgjetarit do të kemi rikrijimin e identitetit, duke qenë se jemi në fazën ku po mbyllim shumë cikle karmike. Mjafton që të mos bëjmë prej egos tonë, kemi aftësi që të mbyllim pothuajse të gjitha ato. Jemi në një fazë ku do të kemi një lulëzim. Kjo është e vlefshme edhe për të ardhur materiale, duke qenë se Jupiteri na ndihmon shumë, pra drejtuesi jonë na ndihmon shumë në këtë pikë. Dhe kemi edhe ndikime të shumta tek marrëdhëniet familjare. Këtu një lloj siç ishte për
shumë shenja, mund të kemi edhe dëshirën për të zhvendosur, sepse që thash do të hapemi në botë tashmë. Kjo është një nga arsyet që shenja shqiptare mund të vendosë që të zhvendoset. Nuk mund të them që është afat gjatë, mund të jenë zhvendosje të shkurtër për të trajnuar ose për një udhëtim ose në disa raste për një punë afat shkurtër, thjesht për një kontratë të shkurtër pra, por është e rëndësishme sepse na nevojitet në mënyrë që ne të dalim jashtë të zonës të komfortit, si do edhe marrëdhënia familjare në bazë të saj do të jenë të ndikuara. Nuk mund të them që është ndikim negativ përpërsisht, është një ndikim i cili na nevojitet. Për sa i përket rutinës tonë të përditshme dhe shëndetit tonë, edhe këto janë të ndikuara, por në përgjithësi janë të ndikuara në mënyrë pozitive. Sistemi nervor tek shenja e shqirtarit në përgjithësi mund të japë probleme tek dhimbja e kokës, dhe kjo normalisht është tek këshilluar që ta marrim parasysh. Për sa i përket çështjeve sentimentale, udhëtimet mund të jenë edhe drejt, kjo nuk do të thonë thjesht udhëtime matere për që të hipim autobuset ose avion dhe t'ikim diku, po them edhe udhëtim si shpirtëror drejt individit, personit ton të jetës. Është shumë e rëndësishme për këtë arsye. Është një periudhë, një fazë ose një hënë e plotë e cila na ndikon shumë pozitivisht në çdo aspekt, por është një hënë e plotë e cila duhet menaxhuar ashtu siç duhet. Përsëris tema kryesore është egoja, kësaj hënë të plotë nuk do të vijmë prej e saj. Shenja e bricapit ka ndikime shumë të fuqishme. Edhe për shenjën e bricapit, ndikimi kryesor janë të ardhurat materiale të përbashkëta më tepër, por edhe të ardhurat materiale vlerat që ne kemi. Këtu do të duhet që të rikrijojnë edhe një herë të gjitha marrëdhëniet, sidomos ato që kemi pasur me personë që kemi bashkëpunuar. Ose mund të thot edhe rishqyrtimin e të gjitha ndarjes së pronave, në disa raste mund të kemi dëshirë që të marrim kredi ose mund të jemi duke diskutuar për diçka të tillë, sepse duam që të ndërtojmë diçka të tillë. Është një fazë pozitive, është e lodhshme edhe për shenjën e bricapit, periudha ku mund të bjerë prej egos së tij nuk ka mbaruar ende. Pse e themi këtë? Duke qenë se në këto momente Saturni është vendosur tek shenja e peshëve, kufijt janë të padukshëm ose të paqartë në këto momente. Si rrjedhoj? Në momente kur ndjem pasiguri, mund të ushtrojmë një trysni mbi të tjerët, e cila është e panevojshme, ose të mundohemi që të bëjmë atë çfarë ne dëshirojmë me ngulm. Gjëshat detyrimisht nxjerr në pa më tepër një ego e cila është e pashëndetshme dhe krijon një farë trysnie të gjitha marrëdhëniet tona, krijon disbalancë në të gjitha marrëdhëniet. Këtu detyrimisht marrëdhëniet familjare janë më të prekura, duke qenë se tashmë Pluton Neptuni ka kaluar tek shenja e dashit. Të gjitha këto marrëdhënie do të vazhdojnë që të jenë sfiduar, por sidomos nga kjo hënë plot do të sfidojmë vërtet shumë. Si duhet të bëjmë ne në mënyrë që të mos ndikohemi kaq shumë? E para, të gjitha tematikat që sa përmenda, ndarjet e pronave, të ardhurat të përbashkëta e të tjerë, duhet të shikojmë edhe një herë me një sy pak më tepër altruist. Pra, jo vetëm unë, po do të shikojmë vërtet me një sy altruist. Do të shikojmë se sa i shërben, domethënë të gjithë personave që janë të përfshirë. Në qoftë se, edhe pse ne meritojmë pak më tepër, por personi përballë, po jap thjesht si shembull, nuk është mirë nga ana ekonomike, mundet ta mendojmë, është një sugjerim edhe ky që të japim pak më tepër atij në mënyrë që pak a shumë të ketë një farë balance në anën ekonomike. Balanca nga kjo në plot ka shumë rëndësi, prandaj do të këshilloja vërtet që ta marrim parasysh. Ndërkohë që në qoftë se kemi bërë bashkëpunim me dikë dhe na ka bërë ne padrejtësi, atëherë kjo është diçka që duhet ta kërkojmë, sepse edhe padrejtësia kundrejt vetes tonë bën një karm shumë më të madhe se sa kundrejt të tjerëve. Por përsëris, drejtësia, balanca ka shumë rëndësi. Por falë kësaj, për shenjën e bricapit, do të kemi një rregullim të dukshëm të ardhur materiale për kësaj. Kushti përpërsisht është balanca. Nëse krijojmë këtë balancën, edhe për personat përballë dhe për veten tonë, pas kësaj kemi mundësi që të krijojmë një të ardhur materiale vërtet shumë të mira dhe të gjitha problemet ose ai vlimi që po ndjem në këto momente edhe tek marrëdhënia familjare ose tek banesa jonë, do të kemi mundësi që të zgjidhim. Fati më mirë në këto momente është se kemi një krijimtari vërtet shumë të lartë. Kjo na ndihmon në mënyrë të themi, dhe mund të marrim edhe një ndihmë shumë të madhe edhe nga vëllezërit e nga motrat tanë në këtë pikpamje. Në lidhje me shëndetin, jemi të ndikuar të gjithë, edhe ju jeni të ndikuar, nuk është se ka ndonjë
gjë ekstra, por ajo çfarë thash për shembull këtë javë, duke qenë se preket nga ky virus, preken shumë më shkret, do të këshilloj që ta merrni pak më tepër parasysh dhe nëse keni simptoma të sëmundjes, të shplodheni. Shplodhja në këtë moment ka shumë rëndësi. Shenja ujorit, edhe kjo është një nga karakteret kryesore, detyrimisht pas shenjës së luanit, duke qenë se hëna është e vendosur tek shenja e luanit, por duke qenë se tek shenja juaj kemi shumë vendosje, kemi 3 planetet personal, ju jeni shenja që ndikohet më tepër, ndikimi më të madh e keni rritjen e impulsivitetit, duke qenë se Marsi është i vendosur këtu, mund të keni një durim vërtet shumë të ulët, dhe duke qenë se nxitja deri në këtë moment e ka qenë shumë e lartë, edhe ju mund tashmë mund t'ju ketë sosur durimi dhe të reagoni. Kjo nuk do të thënë që është e pamenaxhueshme, detyrimisht është e menaxhueshme, por mund të bëhet vërtet shumë e lodhshme. Kjo është edhe arsyeja që deri tek hëna e plot, që në datën 1 shkurt, do të këshilloj që çdo gjë ta bënit me pauzë. Edhe punën ta bënit me pauzë, edhe argëtimin me pauzë, edhe kalimin e kohës me familjarët tuaj, me partnerët tuaj ta bënit me pauzë, pra të lini kohë vetëstoj për të shplodhur, sepse sistemi juaj nervor është vërtet shumë i prekur. Dhe si rrjedhoj, mund të ndikoheni në mënyrë të dukshme edhe në çdo aspekt të jetës. Këtu mund të keni shpërthime për këtë arsye në vendet tuaj të punës, thjesht nga gjëra shumë të vogla, minore, dhe si rrjedhoj mund të prishni punë vetes tuaj. Në disa raste mund të keni shpërthime ose edhe probleme me familjarët tuaj, sepse kjo është një nga temat që janë shumë të prekur. Nëse ne bëjmë çdo gjë me pauzë, kemi dhe mundësi që të shplodhim sistemin tonë nervor dhe si rrjedhoj të veprojmë me logjik, pra të mos veprojmë në mënyrë impulsive dhe të mos na bërkosemi kot. Është vetëm një gjë, është vetëm një kusht që keni, pra, mos jeni impulsiv. Përtej kësaj, ndonse ndikimet për të gjitha shenjat e tjera janë problematike, por ju më duhet të themi një aftësi të plot që të përdorni çdo element që në këtë moment është në jetën tuaj. Si rrjedhoj keni një aftësi vërtet shumë të madhe që të rregulloni marrëdhëniet tuaja personale ose të krijoni lidhje të reja, të cilat janë të shëndetshme, po ashtu të shikoni rrugën që nevojitet për të avancuar në karrierën tuaj dhe për të rregulluar të gjitha problemet që ekzistojnë aktualisht në lidhje me mirëqenien tuaj materiale brenda banesës ose në çdo ambient ku futeni. Është shumë e rëndësishme si hëna plot. Sepse eklipsi diell do të ndodhë tek shenja juaj dhe ai eklipsi dielli do të tërheqë në jetën tuaj si magnet shumë lidhje, shumë persona, të cilët janë apo janë të përshtatshëm do të vijnë re që tani. Pra është një proces që ka filluar tashmë, nuk është se do të fillojë brenda ditës pra tek eklipsi diellit, ka filluar tashmë. Si rrjedhoj çdo lidhje që keni në këtë moment, jeni të detyruar që ta shikoni edhe një herë me syrin kritik. E gjitha kjo ju bën mirë, por përpërsisht do ta bëni me shplodhje. Shplodhuni, pastaj vazhdoni, pra bëni vazhdimisht, jepini kohë vetes tuaj që të perceptoni, të përfitni mirë çdo gjë që po ndodh. Të ardhur materiale në këtë moment janë në një rritje të dukshme. Të gjitha problemet që mund të keni pasur fillojnë që të zgjidhen gradualisht, edhe në qoftë se nuk e dini, nuk e perceptoni mirë ende se ku është burimi dhe ku është kufiri deri ku do të arrini, së shpejti do të arrini që ta perceptoni shumë mirë. Dhe këtë nuk është një periudhë shumë e gjatë, deri tek eklipsi i diellit do ta vini re shumë mirë se cilat janë gjërat që duhet të përdorni dhe ku duhet të ndaloni. Është thjesht përsëris, është një periudhë në të cilën ju duhet ta ndryshoni çdo gjë në jetën tuaj, si rrjedhoj mund të keni edhe një dëshirë që të ndryshoni karrierën, dhe mund të ndryshoni edhe vendin ku banoni. Kto nuk kam jo në lidhje me personat, pra nuk është në lidhje me personat, diçka më tepër me vendin ku banoni. Nëse ndjeni një dëshirë të tillë, do ju këshilloja që ta bëni, sepse kjo mund të jetë edhe një mënyrë se si mund të shplodhni atë trusnin që ndjeni tek sistemi juaj nervor. Sidomos në qoftë se jeni në një vend pune i cili ju lot dhe nuk ju jep aq sa që meritoni. Pra, nëse nuk merrni aq sa që meritoni, do t'ju këshilloj që të shikoni alternativa të reja. Filloni që tani. Shenja e peshëve. Shenja e peshëve nga kjo hënë e plot ndikohet drejt për së drejti të shëndetit, drejt për së drejti ka ndikim të prerë. Si rrjedhoj për ju, kemi shumë të prekur komplet qarkullim në gjakut gjatë kësaj periudhe. Për këtë arsye mund të ndjeni një trysni të lartë ose mund të keni tensionin e lartë ose tensionin e ulët, varet se si e ka vetë individ, por në përgjithësi duke qenë se do të kemi elementin e zjarrit shumë të lartë, mund të vihet re si tension i lartë. Kjo është diçka kalimtare, por normalisht tensioni i lartë nuk le vend për shaka, domethënë duhet ta merrni seriozisht. Si rrjedhoj,
kjo është pika ku duhet jemi gjithmonë të fokusuar dhe ta marrë veten tonë në kontroll. Ky tension i lartë nuk do të thonë thjesht në anën fizike, më të thotë tension i lartë në çdo ambient që ne jetojmë. Pak më tepër në marrëdhëniet që kemi tek vendi i punës me kolegët tanë. Ky është një nga pika ku do të sfidoheni edhe më tepër, sepse balanca këtu është vërtet shumë e vështirë për të mbajtur. Kemi probleme me egon, si ndoshta ju, ndoshta edhe personin përballë. Nëse është egoja juaj, pra ju po vini për egos tuaj dhe po i sforconi këto marrëdhënie, e kemi më të thjeshtë detyrimisht. Në qoftë se është ego e personit përballë, kjo mund të jetë edhe pse është më e vështirë, normale që kemi mundësi që ta tejkalojmë. Si do ta bëjmë këtë? Është të mos bëhemi fëmijë me fëmijët, pra se nuk kemi çfarë të bëjmë. Kur personi përballë thjesht sillet thjesht nga egoja e tij, dhe mënyra më e thjeshtë është që ne të jemi të vetëdijshëm, të përgjegjshëm dhe të veprojmë në bazë të saj. Ndërkohë që për sa i përket shëndetit fizik, është një periudhë në këto momente do të këshilloj që të filloni që ta merrni parasysh, ta merrni seriozisht me temën, të filloni që të jeni më aktiv. Këmbët mund të preken gjatë kësaj periudhe, kjo nuk do të thonë se është e pa menaxhueshme, mjafton që të mos lëvizim shumë dhe të përdorim këpucë të përshtatshme. Kjo është një nga mënyrat që mund të jemi më aktiv dhe në të njëjtën kohë të gjitha trysnin që mund të ndjejmë në këto momente ta nxjerrim jashtë. Për sa i përket ndikimit që kemi nga elementet, duke qenë se për disa herë kemi një zjarris, tash e kam realitetin ashtu siç është. Dhe si rridhoj të mos nxehemi, sepse kjo, siç e thash, mund të thotë edhe një tension i lartë edhe në ambientin që na rrethon, si rridhoj dhe ne mund të jemi shkaktari i këtij tensioni, në qoftë se nuk jemi të përmbajtur. Prandaj dhe do të këshilloj që të tokëzohemi, që në momentin kur dëshirojmë që patjetër të veprojmë, të jemi më të përmbajtur dhe të veprojmë pasi të jemi të sigurt dhe e kemi filtruar mirë dhe kemi arsyetuar disa herë brenda vetes tonë. Për sa i përket çështjeve sentimentale, kjo është një hënë e plot e cila ndikon, por këshilla ime do të ishte që çdo person që në këtë moment mundohet të hyjë në jetën tuaj, edhe nga eklipsi i diellit që do të jetë tek shenja e ujorit, do t'i këshilloj që t'i marrin parasysh, por t'i vëzhgojmë mirë përpara se të marrim një vendim. Nuk po them janë pozitiv, nuk po them janë negativ, po them duhet t'i vëzhgojmë mirë. Kjo është ndikimet që kemi të përgjithshme dhe tek të gjitha shenjat. Faleminderit shumë edhe juve që morët pjesë dhe që më ndoqët. Ne shihemi përsëri ditën e premte, kur bëj parashikimin javor. Hapshim.